Për më shumë se 70 vjet, Kina ka pasur një pasion të thellë për inxhinierin. Gjatë kësaj periudhe, ajo ka shtyr vazhdimisht kufijtë e së mundshmes, duke thyer rekorde në industri të panumërta përmes ndërtimit të projekteve më të mëdha, më komplekse dhe më ambicioze se pothuajse kudo tjetër në botë. Hidroenergjia është një shembull i përkryer i këtij mentaliteti. Sot, Kina ka rreth 87.000 diga, me një popullsi prej afërsisht 1.4 miliard banorësh. Menaxhimi i burimeve ujore nuk është thjesht i rëndësishëm, por thelbësor. Përveç furnizimit me ujë të pijshëm dhe ujitjes, Kina ka devijuar edhe lumenj të mëdhenj për të nxitur rritjen industriale dhe përshpejtuar zhvillimin ekonomik. Përvoja e Kinës me projekte gjigante hidroenergjitike është e pakrahasueshme. Megjithatë, krahasuar me atë që po shqyrton tani, edhe arritjet e saj të mëparshme duken modeste. Shkalla e këtij propozimit të ri kalon gjithçka që është ndërtuar më parë, përfshirë digën ikonike Three Gorges Dam. Nëse ky projekt realizohet, do të shfrytëzojë fuqinë e jashtëzakonshme natyrore të njërit prej lumenjve më të mëdhenj të Azisë, duke prodhuar mjaftueshëm energji të pastër për të furnizuar 10 miliona njerëz. Por sfida nuk lidhet vetëm me përmasat. Diga supozohet të ndërtohet në një pjesë të largët dhe të ashpër të vendit, të cilën shumë pak të huaj e kanë vizituar ndonjëherë. Terreni është i vështirë, rajoni është i ekspozuar ndaj fatkeqësive natyrore dhe vetë transportimi i materialeve të ndërtimit deri në vendodhje do të ishte një arritje logjistike e jashtëzakonshme. Natyrisht, planet e Kinës kanë ngritur shqetësime për te kufive të saj. India dhe Bangladeshi ndajnë të njëjtin lumë që Kina synon të shfrytëzojë. Dhe të dy vendet kanë frikë se një projekt i kësaj shkalle mund të ndikojë seriozisht në qasjen e tyre ndaj ujit. Kur merren parasysh të gjithë këta faktorë së bashku, duket pothuajse e pabesueshme që Kina pa e konsideron seriozisht një projekt të tillë. Për ta kuptuar pse, duhet parë nevoja energjetike e Kinës. Vendi konsumon një sasi gjigande energjie elektrike, afërsisht 2 herë më shumë se Shtetet e Bashkuara dhe rreth 8 herë më shumë se Rusia. Aktualisht, një pjesë e madhe e kësaj energjie prodhohet ende nga çmyri, një nga burimet më ndodhëse të energjisë. Çmyri prodhon shumë më tepër emitime se sa alternativat si hidroenergjia, duke e bërë atë të papajtueshëm me objektivat afatgjata mjedisore. Ndërsa Kina ecën drejt objektivave të saj të neutralitetit klimatik dhe kërkesa për energji vazhdon të rritet, zgjerimi i burimeve të rinovueshme është bërë një strategji qendrore. Kjo është arsyeja pse Kina po investon masivisht në energjinë diellore, energjinë e erës, sistemet baticore dhe hidroenergjinë. Që nga vitet 1950, në të gjithë vendin janë ndërtuar 10 mijëra diga, përfshirë objektin hidroenergjitik më të fuqishëm në tokë. Tani, pasi shumica e lumenjve të brendshëm janë shfrytëzuar, Kina ka kthyer vëmendjen drejt sistemeve të mëdha ndërkombëtare të lumenjve. Ky ndryshim nxitet kryesisht nga gjeografia. Kina kontrollon një pjesë të madhe të ujrave të Azisë për shkak të rafshnaltës tibetiane. Me një ertësi mesatare mbi 4500 metra, kjo rafshnalt dominon kontinentin dhe shtrihet në një sipërfaqe rreth 5 herë më të madhe se Franca. Lartësia ekstreme ka lejuar formimin e akullnajave dhe fushave të mëdha të akullit, duke dhënë asaj nofkën poli i tretë i tokës. Ndërsa ky akull shkrihet e i furnizon disa nga lumenjt më të rëndësishëm të Azisë, përfshirë Indusin, Gangen, Mekongun dhe Yarlung Tsangpon. Për shkak se furnizon me ujë kaq shumë rajone, rafshnalta njihet shpesh si kulla e ujit e Azisë. Këta lumenj janë linja etike për qindra miliona njerëz. Për Kinën, atë përfaqësojnë gjithashtu një potencial të jashtëzakonshëm energjetik ende të pashfrytëzuar dhe në mënyrë indirekte ndikim gjeopolitik mbi vendet poshtë rrjedhës. Edhe pse dimensioni politik është i rëndësishëm, fokusi i këtij projekti përqendrohet tek një lumë i veçantë, Yarlung Tsangpo. Yarlung Tsangpo është një lumë i jashtëzakonshëm sipas çdo standardi. Ai është lumi i madh më i lartë në botë dhe me një gjatësi prej afro 3000 kilometra, renditet gjithashtu ndër më të gjatët. Rrjedha e tij kalon nëpër disa nga terrenet më të paarritshme në tokë dhe, sa dihet, askush nuk e ka përshkruar ndonjëherë të gjithë gjatësinë e tij. Duke pasur parasysh peizazhin ekstrem që ai përshkron, kjo nuk është as pak befasuese.
Vendodhja e propozuar për digën ndodhet brenda grykës si Arlung Tsangpos, një zonë me rëndësi të thellë kulturore dhe shpirtërore në traditën tibetiane. Disa legjenda madje e përshkruajnë atë si një port drejt botës shpirtërore. Megjithatë, interesi i Kinës për këtë vend është krejtësisht praktik. Gjeografia unike e grykës e bën atë një nga vendet më të fuqishme për hidroenergji në planet. Ndërsa lumi kalon përmes grykës, ai bie në mënyrë dramatike në lartësi. Ai përkulet fort rreth mali gjigant Namcha Barwa, i cili ngrihet rreth 7.7 kilometër, duke formuar një hark masiv të njohur si përkulja e madhe. Brenda një distance relativisht të shkurtër, lumi zbret më shumë se 2000 metër në lartësi. Për krahasim, kanjoni i madh arrin një thellësi prej rreth 1857 metrash në pikën e tij më të thellë. Nga shtrati i lumit deri në majën e malit, gryka e Arlung Tsangpos është afërsisht 3 herë më e thellë, duke krijuar një potencial energjetik pothuajse të pakrahasueshëm kudo në botë. Kjo zonë është një mrekulli natyrore, e fshehur thellë në një nga rajonet më të izoluara të globit. Izolimi i saj ka lejuar që ekosistemet të lullëzojnë pothuajse të paprekura dhe shkencëtarët vazhdojnë të zbulojnë specie të reja bimore dhe shtazore çdo vit. Vendodhja është aq i izoluar sa një rrugë e përdorshme gjatë gjithë vitit nuk ekzistonte deri në vitin 2013. Megjithatë, potenciali i jashtëzakonshëm hidroenergjetik është shumë i madh për të injoruar nga qeveria kineze. Stacione më të vogla hidroenergjetike tashmë funksionojnë më sipër rrjedhës, po ato janë të parëndësishme, krahasuar me superdigën e propozuar prej 60 gigawatt. Detajet zyrtare mbeten të pakta, ose sepse planet janë ende në zhvillim, ose sepse autoritetet preferojnë t'i mbajnë ato konfidenciale. Një qasje e mundshme është sistemi Run of the River, i cili shmang rezervuaret e mëdhenj duke devijuar ujin përmes tuneleve nga lartësi më të mëdha drejt atyre më të ulta. Në këtë rast, plani do të përfshinte shpimin e një tuneli gjigant përmes malit Namcha Barwa, duke prerë drejt për kuljen e madhe. Uji do të rrithte me shpejtësi përmes tunelit, duke rënë mijëra metra dhe duke kaluar nëpër një seri stacionesh energjetike, potencialisht deri në nënt, duke prodhuar energji elektrike në çdo fazë. Bazuar në hartat e disponueshme, edhe nëse tuneli do të shpojë përmes përkuljes së madhe në pikën më të shkurtër të mundshme, ai do të duhet të shtrihej rreth 40 kilometër përmes malit të fortë. Një tjetër rrugë e mundshme, e paraqitur në një diagram të ABC, kalon midis qyteteve Pai dhe Motuo dhe duket se është afërsisht 50 kilometër e gjatë. Kjo distancë është e krahasueshme me tunelin e kanalit që lidh Mbretërinë e Bashkuar me Europën kontinentale. Edhe pse një rrugë më e gjatë mund të duket më pak efikase në shikim të parë, ajo mund të ketë më shumë kuptim nëse lejon akses më të lehtë në kantieret e ndërtimit, punëtorët dhe infrastrukturën e mirëmbajtjes së afatgjat në të dy skajet e tunelit. Pavarësisht rrugës së saktë që do të zgjidhet, ekspertët vlerësojnë se një tunel i kësaj shkalle mund të transportojë rreth 2000 metra kub ujë në çdo sekond. Me këtë rrjedhë, projekti mund të gjenerojë deri në 300 miliard kilowatt-orë energji elektrike në vit. Për ta vënë këtë në perspektivë, diga e 3 grykave, aktualisht objekti hidroenergjetik më i madh në botë, prodhon rreth 100 miliard kilowatt-orë në vit. Çuditërisht, pavarësisht se do të prodhonte pothuajse 3 fishin e energjisë, ky megaprojekt mund të duket shumë më i vogël në sipërfaqe, pasi një pjesë e madhe e infrastrukturës do të fshihet thellë nën tokë, brenda tuneleve dhe zgavrave shkëmbore. Megjithatë, potenciali i jashtëzakonshëm energjetik nuk e bën projektin më pak frikësues. Përkundrazi, shumë ekspertë argumentojnë se ky do të ishte projekti më i rrezikshëm, më kompleks dhe më i shtrenjtë i inxhinierisë së lumenjeve, i ndërmarrë ndonjëherë në tokë. Sfidat shkojnë shumë përtej izolimit ekstrem dhe terrenit të ashpër të rajonit. Një nga kërcënimet më të mëdha vjen nga vetë gjeologjia. Gryka e Arlung Tsangpos ndodhet përgjatë zonës së suturës Indo-Tsangpo, një kufit gjigant gjeologjik i formuar kur pllaka tektonike indiane u përplas me pllakën aziatike më shumë se 50 milion vjet më parë. Kjo përplasje krijoi Himalajet dhe dy pllakat vazhdojnë të shtyhen kundrejt njëra tjetrës edhe sot. Si rezultat, rajoni përjeton aktivitet sismik intensiv. Në vitin 1950, zona u godit nga një prej tërmeteve më të fuqishme të regjistruara ndonjëherë.
me magnitud 8.6 si pas shkallës Richter. Dritet ishin aq të forta sa u ndjen deri në Kalkut dhe shregullime ujore u regjistruan madje edhe në Angli dhe Norvegji. Më shumë se 700 njerëz humbën jetën në rajonin pak të populluar, ndërsa rëshqitet masive të dheut bllokuan Yarlung Sangpon për 8 ditë. Kur bllokimi natyror u shem më në fund, ai shiroi një val rreth 7 metër të lartë që u përhap poshtë rrjedhës, duke vrarë mbi 500 persona. Ajo që e bën këtë edhe më alarmuese është fakti se ky nuk ishte një rast i izoluar. Tërmete të ngjashme të mëdha janë regjistruar disa herë gjatë shekullit të 20. Nëse një tërmet i kësaj magnitude do të ndodhte pasi diga dhe tunelet janë ndërtuar, pasojat poshtë rrjedhës mund të ishin vërtet katastrofike, jo vetëm në nivel lokal, por edhe përtej kufive shtetëror. Tërmetet nuk janë i vetmi rrezik. Rëshqitjet e dheut janë gjithashtu shumë të shpeshta në këtë rajon. Vetëm gjatë 20 viteve të fundit, Yarlung Sangpo është bllokuar disa herë nga mbetje natyrore. Një nga incidentet më dramatike ndodhi në mars 2021, kur një akullnaj që po shkrihej u shem në lumë rreth 4 kilometër sipër përkuljes së madhe. Bllokimi krijuar ishte aq i madh sa mund të shihej qartë nga imazhet satelitore, dhe ky ishte vetëm një nga disa raste të ngjashme. Imazhe të tilla tregojnë qartë sa e fuqishme dhe e paparashikueshme mund të jetë natyra dhe theksojnë sa ekstrem është në të vërtetë ky projekt. Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar që detajon saktësisht se si do të ndërtohet projekti, ka shenja të forta se qeveria kineze është serioze. Një hartë e vendeve të zhvillimit hidroenergjetik e prodhuar nga një kompani kineze rreth 20 vjet më parë e kishte identifikuar tashmë përkuljen e madhe si një zonë me potencial të jashtëzakonshëm. Më vonë, dokumente zyrtare planifikimi kanë përmendur shprehjimisht zhvillimin përgjatë pjesëve të poshtme të lumit. Përtej dokumenteve afatgjata të planifikimit, projekti është diskutuar publikisht edhe nga Yan Zhiong, kryetari i Power China, kompania që besohet gjerësisht se do të jetë përgjegjëse për ndërtimin. Sipas raportimeve, ai ka konfirmuar se projekti mund të gjenerojë rreth 300 miliard kWh energji elektrike në vit dhe të luajë një rol të rëndësishëm në përmbushjen e objektivave të Kinës për neutralitet klimatik. Bazuar në këto deklarata dhe sinjale planifikimi, duke gjithnjë më e mundshme që ndërtimi të ecë përpara, çka shpjegon pse vendet poshtë rrjedhës po përgatiten për pasojat. Fermerët që varen nga lumi mund të përballen me mungesa ujë në disa stinë dhe përmbytje në të tjera. Si përgjigje, India ka njoftuar plane për digën e saj prej 10 gigawatt, e cila synon të përmirësojë aftësinë e saj për të ruajtur dhe kontrolluar burimet ujore. Ndërsa kjo mund të ndihmojë Indinë të ulë rrezikun, ajo mund të komplikojë më tej kushtet për Bangladeshin, i cili ndodhet në fund të sistemit të lumit. E gjithë kjo nxjerr në pa një çështje më të thellë, gjeopolitikën. Kur një vend kontrollon rrjedhën e ujit drejt një tjetri, ai zotron një fuqi të jashtëzakonshme. Uji mund të shndërrohet potencialisht në një mjet strategjik, madje edhe në një armë në kohë tensioni. Për Kinën dhe Indinë, kjo është veçanërisht e ndjeshme, duke pasur parasysh marrëdhënien e tyre tashmë të tensionuar, të frymësuar nga mosmarrëveshjet kufitare, konkurrenca rajonale dhe rivaliteti politik. Në vitin 2020, tensionet u përshkallëzuan në përplasje vdekje prurse përgjatë kufirit, duke rezultuar në vdekjen e 20 ushtarëve indian. Askush nuk po pretendon se superdiga e Kinës do të çojë drejt për drejt në luftë, por është pothuajse e sigurt se ajo do të vendosë presion shtesë mbi një marrëdhënie tashmë të brisht. Ndërsa klima vazhdon të ngrohet, uji ka shumë gjasa të bëhet një nga pikat më kritike të konkurrencës strategjike në botë. E ardhmja e marrëdhënieve mes Kinës dhe fqinjeve të saj është vetëm një nga shumë pyetjet pa përgjigje që rrethojnë këtë mega projekt. Kina, si konsumatori më i madh i energjisë elektrike në botë, ka një përgjegjësi të qartë për të investuar në burime të rinovueshme. Në të njëjtën kohë, vendet poshtë rrjedhës kanë një të drejtë legjitime mbi lumin që ka ushqyer qytetrimet e tyre për shekuj me radhë. Nëse Kina do të arrijë të balancojë ambicin inxhinierike, rrezikun mjedisor dhe stabilitetin gjeopolitik, mbetet për tu parë. Një gjë është e sigurt, bota do ta ndjekë këtë projekt me shumë vëmendje. Faleminderit që qëndruat me ne përgjatë kësaj videoje. Mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë përmbajtje të tilla.